1. Dhimbja e vazhdueshme në gjoks, alarm për zemrën. Pas të 60 ave, trupi nuk reagon më njësoj si në rini. Shenjat bëhen më të heshtura, më të fshehta, por shpesh shumë më të rrezikshme. Një nga sinjalet më serioze që nuk duhet kur të injorohet është dhimbja në gjoks. Shumë persona e ngatërojnë me frymarrje të rënduar, urth apo lodhje, por në realitet mund të jetë paralajmërim për probleme serioze kardiake. Sëmundjet e zemrës si sëmundja e arterieve koronare janë ndër shkaqet kryesore të vdekjeve tek personat mbi 60 vjeç. Arteriet që furnizojnë zemrën me gjak ngushtohen gradualisht për shkak të depozitimit të yndyrnave, ateroskleroza. Kur qarkullimi zvogëlohet, zemra nuk merr oksigjenin e nevojshëm dhe dhimbja është sinjali i parë. Si duket kjo dhimbje? Ndjesi presioni ose shtrëngimi në qendër të gjoksit. Dhimbje që përhapet në krahun e majt, qaf ose nofull. Djersitje e ftohtë. Marramendje. Vështirësi në frymarrje. Tek të moshuarit, simptomat mund të jenë më të lehta. Ndonjëherë shfaqet vetëm lodhje e papritur ose gulqim gjatë ecjes. Nëse dhimbja zgjat më shumë se disa minuta ose shfaqet gjatë pushimit, mund të jetë shenjë e infarkti i miokardit. Çdo minutë ka rëndësi. Pse rreziku rritet pas të 60 ave? Enët e gjakut humbasin elasticitetin. Rritet tensioni i gjakut. Kolesteroli grumbullohet më lehtë. Diabeti është më i shpeshtë. Shumë njerëz e shtyjnë kontrollin mjekësor sepse nuk dhe mbaq shumë, por zemra rrallë paralajmëron me zë të lartë, shpesh ajo përshpërit. 2. Humbja e papritur e peshës, jo gjithmonë lajm i mirë. Shumë persona gëzohen kur humbin peshë pa dietë, por pas moshës 60 vjeç, rënja e pashpjegueshme e peshës mund të jetë shenja alarmi. Nëse humbni më shumë se pesi të peshës trupore brenda 6-12 muajve pa ndryshuar stilin e jetës, duhet të konsultoheni me mjekun. Çfarë mund të fshihet pas saj? Probleme me tiroiden, çrregullime 3C, depresion, diabet i pakontrolluar, sëmundje kronike inflamatore, forma të ndryshme të kanceri. Në moshë të thyer, metabolizmi ngadalsohet, por humbja drastike e peshës nuk është normale. Shpesh shoqërohet me mungesë oreksi, dobësi muskulore, lodhje të vazhdueshme, anemi. Humbja e masës muskulore, sarkopenia, është e zakonshme me kalimin e viteve, por kur ndodh shpejt, mund të tregojë sëmundje të fshehtë. Pse është e rrezikshme? Sepse dobëson sistemin imunitar, rrit rrezikun për rrëzime dhe përkeqëson gjendjen e përgjithshme shëndetësore. Në shumë raste, diagnoza e hershme bën diferencën midis trajtimit të suksesshëm dhe komplikimeve serioze. 3. Lodhja ekstreme, kur nuk është thjesht moshë. Tani jam plak, është normale të jemi lodhur. Kjo është një nga frazat më të rrezikshme që dëgjohet shpesh. Po, energjia bie me kalimin e viteve, por lodhja ekstreme dhe vazhdueshme nuk duhet të konsiderohet normale. Ajo mund të jetë shenjë e problemeve me zemrën, çrregullimeve hormonale, mungesës së vitaminës B12, problemeve me veshkat, çrregullimeve të gjumit, anemia. Anemia është shumë e zakonshme tek të moshuarit dhe shpesh kalon pa u vënë re. Kur hemoglobina bie, trupi nuk merr mjaftueshëm oksigjen dhe rezultati është dobësi e theksuar. Shenja paralajmëruese. Zbehje e lëkurës. Rrahje të shpejta zemre. Gulqim. Vështirësi në përqendrim. Marramendje. Lodhja mund të jetë gjithashtu simptome hershme e infeksioneve kronike apo problemeve me mëlçin. Pas të 60 ave, trupi nuk ka më rezerva të mëdha energjie. Çdo ndryshim i papritur duhet hetuar. Mos e injoroni trupin tuaj. Trupi flet përpara se sëmundja të përparojë. Problemi është se shpesh ne zgjedhim të mos dëgjojmë. Në këtë pjesë të parë pam 3 shenja që mund të duken të zakonshme, por në realitet mund të paralajmërojnë probleme serioze. Dhimbja në gjoks, humbja e pashpjegueshme e peshës, lodhja ekstreme. 4. Ndryshimet e papritura në kujtesë dhe sjellje. Jo gjithmonë harresë normale. Harresa e lehtë është pjesë e plakjes. Të gjithë mund të harrojmë një emër apo ku kemi lënë çelësat, por kur ndryshimet në kujtesë bëhen të shpeshta, të theksuara dhe ndikojnë në jetën e përditshme, ato mund të jenë shenjë diçkaje më serioze. Një nga sëmundjet më të njohura që shfaqet pas moshës 60 vjeç është sëmundja e Alzheimerit, e cila prek kujtesën, të menduarit dhe sjelljen. Ajo fillon ngadalë, shpesh me simptoma që familjarët i konsiderojnë normale për moshën. Shenja që nuk duhen neglizhuar.
Përsëritje e vazhdueshme e të njëjtave pyetje. Humbje në vende të njohura. Vështirësi në menaxhimin e financave. Ndryshime të papritura në humor. Dyshimi i tepruar ose paranoj. Një tjetër formë e çrregullimit njohës është demenca, e cila nuk është një sëmundje vetme, por një grup simptomash që ndikojnë në funksionimin e trurit. Pse është e rëndësishme diagnoza e hershme? Sepse trajtimi në fazat e para mund të ngadalësojë përparimin dhe të përmirësojë cilësinë e jetës. Sa më herët të ndërhyhet, aq më mirë mund të menaxhohen simptomat. Nëse ju ose një i afërm vini re ndryshime të papritura në kujtesë, mos i justifikoni menjëherë me plakjen. Truri, ashtu si zemra, jep sinjale paralajmëruese. 5. Dhimbja e vazhdueshme e barkut ose ndryshimet në jashtëqitje. Problemet me tretjen janë të zakonshme në moshë të thyer, por kur dhimbja e barkut zgjat për javë të tëra ose shfaqet papritur dhe është e fortë, duhet të merret seriozisht. Ndryshimet që kërkojnë vëmendje. Gjak në jashtëqitje. Diare ose kapsëllëk i zgjatur. Fryrje e vazhdueshme. Dhimbje të forta pas ngrënies. Ndjesje e pashpjegueshme e ngopjes. Një nga sëmundjet që shpesh diagnostikohet pas moshës 60 vjeç është kanceri i zorrës së trash. Ai mund të zhvillohet për vite pa simptoma të qarta. Gjithashtu, probleme si ulcerat, inflamacionet kronike të zorrëve apo sëmundjet e mëlçisë mund të japin shenja të ngjashme. Pse shumë persona e injorojnë? Sepse e lidhin me ushqimin, stresin ose probleme të zakonshme. Por në këtë moshë, çdo ndryshim i ri dhe i vazhdueshëm në sistemin tretës kërkon kontroll mjekësor. Kontrollet rutinë si kolonoskopia mund të zbulojnë probleme në fazë të hershme, kur trajtimi është shumë më efektiv. 6. Vështirësia në frymarrje, sinjal nga mushkërit ose zemra. Nëse gulqoni pas disa hapash ose ndjeni mungesë ajri edhe në pushim, kjo nuk duhet të konsiderohet thjesht moshë. Vështirësia në frymarrje mund të lidhet me probleme kardiake, infeksione pulmonare, sëmundje kronike të mushkërive si sëmundja pulmonare obstruktive kronike. Kjo sëmundje, e njohur si SPOK, është shumë e zakonshme tek persona që kanë pirë duhan për vite me radhë. Ajo shkakton ngushtim të rrugëve të frymarrjes dhe zvogëlim të kapacitetit të mushkërive. Simptoma paralajmëruese. Koll kronike. Sekrecione të vazhdueshme. Lodhje gjatë aktiviteteve të lehta. Zhurmë fishkëlluese gjatë frymarrjes. Vështirësia në frymarrje mund të jetë gjithashtu shenjë dështimit të zemrës, ku zemra nuk pompon mjaftueshëm gjak për të përmbushur nevojat e trupit. 7. Plagë që nuk shërohen dhe ndryshime në lëkurë. Lëkura ndryshon me kalimin e viteve. Bëhet më e hollë dhe më e ndjeshme, por plagët që nuk shërohen për javë të tëra ose njolla që ndryshojnë formë dhe ngjyrë nuk duhet të injorohen. Shenja alarmi. Njolla që rritet shpejt. Gjakosje pa arsye. Skaje të parregullta të një nishani. Ndryshim në ngjyrë kafe, e zezë, e kuqe. Një nga sëmundjet më serioze që mund të shfaqet në këtë mënyrë është kanceri i lëkurës, përfshirë forma agresive si melanoma. Personat mbi 60 vjeç kanë rrezik më të lartë, sidomos nëse kanë kaluar shumë kohë në diell gjatë jetës. Mesazhi i qartë përpas të 60 AV. Këto 4 shenja. 4. Ndryshimet në kujtesë. 5. Problemet e vazhdueshme të tretjes. 6. Vështirësia në frymarrje. 7. Plagët që nuk shërohen. Mund të duken të zakonshme, por shpesh janë paralajmërime serioze. Trupi juaj nuk dërgon sinjale pa arsye. Sa më herët të veproni, aq më shumë rriten shanset për trajtim të suksesshëm. 8. Çfarë duhet të bëni tani? Hapat që mund t'ju shpëtojnë jetën pas të 60 AV. Pas 2 pjesëve të para, tani keni të qarta 7 sinjale që trupi juaj mund të japë për sëmundje serioze. Dhimbja në gjoks. Humbja e peshës pa arsye. Lodhja ekstreme. Problemet me kujtesën. Ndryshimet në tretje. Vështirësia në frymarrje. Plagët që nuk shërohen. Por pyetja më e rëndësishme është, çfarë duhet të bëni nëse vini re një nga këto shenja? Kjo pjesë është më e rëndësishmja, sepse informacioni pa veprim nuk shpëton jetë. 1. Mos e shtyni kontrollin mjekësor. Gabimi më i madh që bëjnë shumë persona mbi 60 vjeç është fraza: do të më kaloj vetë. Shumë sëmundje serioze, përfshirë kanceri, infarkti i miokardit apo demenca, kanë trajtim shumë efektiv kur zbulohen herët. Kontrollet që rekomandohen pas të 60 AV.
Analiza gjaku çdo 6-12 muaj. Kontrolli tensionit të gjakut. Matje e kolesterolit. Kontrolli sheqerit në gjak. KG dhe kontroll kardiologjik. Kontroll dermatologjik për lëkurën. Kontroll për zorën e trash sipas rekomandimit të mjekut. Mos prisni derisa simptomat të bëhen të forta. 2. Forconi trupin përpara se sëmundja të shfaqet. Pas moshës 60 vjeç, trupi ka nevojë për më shumë kujdes, jo më pak. Ndryshimet që bëjnë diferencë reale. Ulni konsumimin e kripës. Kufizoni sheqerin dhe ushqimet e përpunuara. Rritni konsumin e perimeve dhe frutave. Pini mjaftueshëm ujë. Ecni të paktën 30 minuta në ditë. Aktiviteti fizik përmirëson qarkullimin, mbron zemrën dhe ul rrezikun e sëmundjeve arterieve koronare. Edhe ushtrimet e lehta për kujtesën si leximi, fjalëkryqet apo mësimi i gjërave të reja ndihmojnë në ngadalësimin e rrezikut për sëmundja e Alzheimerit. 3. Mos e nënvlerësoni shëndetin mendor. Shumë persona mbi 60 vjeç përjetojnë depresion, ndjenjë vetmie, humbje motivimi. Shëndeti mendor ndikon drejt për drejt në shëndetin fizik. Depresioni mund të shkaktojë humbje oreksi, lodhje dhe dobësim të sistemit imunitar. Bisedoni me familjen. Qëndroni aktiv në komunitet. Kërkoni ndihmë profesionale nëse ndiheni të mbingarkuar emocionalisht. Trupi dhe mendja janë të lidhura ngushtë. Kur duhet të kërkoni ndihmë urgjente, telefononi menjëherë ndihmën mjekësore nëse përjetoni. Dhimbje të fortë në gjoks. Vështirësi serioze në frymarrje. Humbje të vetdijes. Paralizë të papritur në një anë të trupit. Gjakderdhje të pashpjegueshme. Këto mund të jenë shenja të goditja në tru ose infarktit dhe çdo minutë ka rëndësi. Mesazhi final, trupi juaj flet apo e dëgjoni. Pas të 60 ave, çdo ndryshim i ri në trup meriton vëmendje. Mos injoroni sinjalet sepse jam plak. Është normale për moshën. Nuk dhem shumë. Shumë sëmundje serioze fillojnë me simptoma të vogla. Zbulimi i hershëm shpëton jetë. Veprimi në kohë zgjat jetën. Kujdesi i përditshëm mbron të ardhmen tuaj. Nëse ky informacion ju duk i vlefshëm, ndani me prindërit, gjyshërit apo miqtë tuaj mbi 60 vjeç. Ndonjëherë një artikull i lexuar në kohë mund të bëjë diferencën më të madhe.